për të gjitha të vërteta. Sepse nuk jemi më në një marrëdhënie sociale, politike, demokratike. Jemi në një laborator. Në një laborator ku në kohë reale algoritmi, viraliteti, simbolika dhe gënjeshtra prodhojnë një realitet paralel që shumë më shpejt se sa faktet gjejnë rrugën e tyre, është bërë e vërteta. Dhe faktet janë vetëm përpjekje të dëshpëruara për të mohuar të vërtetën. Atëherë çfarë mbetet për të bërë këtu? Ajo që mbetet për të bërë, të dashur, është që ne të refuzojmë të ndjekim çdo dallgë. Është që ne të qeverisim Shqipërinë sipas kontratës që kemi me popullin shqiptar dhe jo sipas algoritmit. Të bëjmë atë që është shumë e vështirë në fakt, po që është vetëm ajo që ne mund të bëjmë. Të vazhdojmë përpara. Të vazhdojmë të dëgjojmë, patjetër të dëgjojmë. Askush nuk mund ta thotë, unë jo, që nuk ka shumë të vërteta në ato që thuhen. Lidhur me çfarë nuk shkon, lidhur me çfarë duhet bërë më mirë, lidhur me si njerëzit duhet shërbehen më mirë, etj. Por zgjedhja jonë është e detyruar. Nuk është një zgjedhje që është njëra nga disa zgjedhje. Zgjedhja jonë është të bëjmë çmos që njerëzve t'ju japim lajmin e mirë. Cili është lajmi i mirë? Jo propaganda. Lajmin e mirë. Kemi një problem me shërbimet, kemi patjetër një problem me shërbimet, por ama sot janë mbi 3 milion shqiptarë brenda jashtëvendit që 95% shërbimeve i marrin nga celulari, pa takuar asnjëri dhe pa pasur nevojë të fusin mik asnjëri. 95%. Kemi te ky 5% një problem real, serioz, dramatik, po doni në momentet caktuara për njerëz që kanë nevojë për legalizimin, për njerëz që kanë nevojë për një autorizim etj, patjetër. Por ama, nëse ne e marrim të mishën që njerëzit, të cilët janë në bombardimin e përditshëm të algoritmit, i dinë ato që janë bërë, atëherë ne marrim të mishën që njerëzit kujtojnë se ne dim çfarë bëjmë. Që nuk është e vërtet. Të vazhdojmë të korrigjojmë gabimet tona pa diskutim. Është gjëja që jemi përpjekur të bëjmë gjithmonë, është gjëja që do përpiqemi të bëjmë, vazhdojmë të mësojmë shumë nga njëri tjetri, patjetër. Të mësojmë me njëri tjetrin ne, të tjerët, aty ku mundemi, dhe të mësojmë nga tjerët gjithmonë. Por ne kemi një detyrë që nuk e ka askush tjetër. Gjithë të tjerët nuk e kanë këtë detyrë. Ne kemi detyrën të ndërtojmë. Shteti nuk ndërtohet duke bërë luftë nëpër kanalet e algoritmave në emër të përmirësimit. Shteti ndërtohet në radhë parë duke mos e humbur drejtimin e historisë.